Jam përfshirë në fushat për babajnë e fëmijëve të mi. Unë vazhdoj dhe e them që kush e ka iniciuar divorcin, le ta komandoj. Nuk ka pse të kem seancë pajtimi për një gjë që kur dikush do të ndërpresi marrëdhënien me mua, s'kam pse të lutem dhe të pres që të pajtohen. Unë mendoj që ishte justifikimi, kështu që për mua s'ka si gjë, domethënë. Për shkak të politikës nuk shkatërrohet familja. Pa do keni të njëjtin intensitet në angazhimin tuaj elektoral ndaj zotit Meta? Patjetër, ndoshta keni bërë në zgjedhje të shkuara? Patjetër, ndoshta e çik më shumë për shkak të fëmijëve, sepse janë fëmijët ata që janë me mua në çdo hap, në çdo takim, i kam marrë si dëshmitar në të gjitha takimet që unë bëj, duke pas parasysh që stafi i ngushtë i zotit Meta me paturësinë më të madhe shkojnë dhe thonë që mos dëgjoni Monikën se kërkon vot për PS-n, kur në të vërtetë pa aftësia e tyre për të shkuar der më der tek njerëzit është një justifikim të tillë, prandaj edhe nëpërmjet jush përsëri përfitoj nga rasti për të bërë thirrje të gjithë anëtarëve të LSI-s, të vjetrit, të rinjt, të gjithë atyre miqve të ngushtë të Monikës, të Ilir Metës, kudo që janë, që në datën 11 maj të votojnë Ilir Metën, duke pasur parasysh pavarësisht marrëdhënieve personale që kemi, qoftë unë apo qoftë edhe shumë të tjerë me mua apo me Ilir Metën, mendoj që sot është më e rëndësishme për ta çuar votën, votë morale.